Ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore mbetet një nga institucionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare. Prej dekadash, ai ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen, promovimin dhe përcjelljen e identitetit ton kombëtar përmes muzikës, valleve dhe folklorit shqiptar. Me qindra artistë që kanë kaluar ndër vite në këtë skenë, ansambli është kthyer në një simbol të memorjes artistike shqiptare, duke sjellë në çdo performancë traditat, kostumet, ritmet dhe shpirtin e trevave tona. Dhe pikërisht këtë frymë e solli për publikun edhe koncerti Brez pas brezi, i cili riktheu në skenë kujtesën, emocionin dhe historinë artistike të ansamblit kombëtar në një mbrëmje ku bashkuan artistët që i kanë dhënë kontribut ansamblit dhe brezit të ri. Një takim mes së kaluarës dhe së tashmes, ku kënga, vallja dhe muzika popullore shndrohen në një urë lidhese mes brezave. Në këtë koncert, u ngjitën në skenë emra të njohur të muzikës dhe vallëzimit shqiptar, artistë që kanë lënë gjurmë ndër vite në historinë e ansamblit, duke ndarë skenën me artistët e rinj në një dialog artistik që simbolizon vazhdimsinë e traditës shqiptare. Një moment tepër emocional ishte edhe takimi i organizuar me figurat e njohura dhe kontribuesit ndër vitet të ansamblit, artistë që me talentin dhe përkushtimin e tyre kanë lënë gjurmë të rëndësishme në historinë e muzikës dhe valleve tradicionale shqiptare. Në këtë mbledhje, të mbushur me nostalgji dhe respekt për historinë e ansamblit, u kujtuan me emocion vitet e arta të skenës, sakrificat, përkushtimi dhe kujtimet e një jete të dedikuar artit. Krahas kujtimeve të së kaluarës, diskutimet u ndalën edhe tek ansambli sot, sfidat dhe rëndësia e forcimit të mëtejshëm të tij në të ardhmen. Pjesë e këtij takimi ishin drejtori i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, zoti Aulon Naçi, drejtori dhe udhëheqësi artistik i ansamblit, zoti Sokol Marsi, si edhe zëvendës Ministria e Kulturës, zonja Lira Pipa. Një nga aspektet më të rëndësishme që ne kemi është gjithashtu dhe promovimi i trashëgimisë tonë, materiali, folklorit ton, valleve tona, të cilat disa prej tyre janë bërë dhe pjesë e dosjeve të UNESCO-s, siç është dhe rasti i kthimit Tropojës, dhe ku ka shumë kërkesa për të regjistruar këto element kaq të rëndësishëm, dhe mbi të gjitha një nga aspektet më të rëndësishme është përfshirja e të rinjve, teçimi i dijes tek ata dhe afrimi i tyre me publikun dhe me audiencën që gjithmonë jo vetëm prej nostalgjisë, por dhe për dëshirës për të ruajtur identitetin ton kombëtar. Sot ishin në skenë duke ndar emocione, duke ndar kujtimet e tyre, por mbi të gjitha dhe duke përgatitur për ato emocione të cilat i kanë pas jetuar vite më parë, dhe sot në skenë për publikun shqiptar do të jenë pikërisht emocione të papërshkrueshme. Është një takim brezash që nuk është vetëm një detyrim, por është një mirënjohje e thellë për gjithë artistë që kanë lënë me të vërtet një pasuri të jashtëzakonshme për artin dhe kulturën shqiptare, ku të gjithë brezat duhet ta dinë, dhe pikërisht titullohet Brez pas brezi, sepse çdo gjë që ata kanë dhënë për artin, për kulturën, jetën për artin e për kulturën, duhet të ketë një mirënjohje dhe të pasohet në breza të cilët duhet të njohin më së miri historinë, por dhe të marrin eksperiencën më të vlefshme për të çuar të gjitha ato vlera të artit shqiptar, jo vetëm në Shqipëri, por kudo anë mban botës. Kjo është, le të themi, dita e parë e ansamblit, sepse ky aktivitet do të vazhdoj edhe në vitet në vijim. Vitin tjetër ansambli feston 70 vjetoren dhe kjo do të jetë një ditë shumë akoma dhe më e madhe, por le të përqendrohemi te kjo është një ditë shumë emocionuese, sepse sot në të njëjtën kohë janë mbledhur në të njëjtën skenë në tempullin e vet artistët e ekselencës e ansamblit kombëtar, valltar, këngëtar, instrumentistë të ardhur nga shumë vende të botës ku ata jetojnë, ata që jetojnë në këtë jetë, po
dhe ata që na ndjekin nga lart me shpirtin, sepse ata kanë lënë gjithë shpirtin e vet, dhe ku ka më mirë nga salla që po flasim neve sapo inauguruam këtë sallën e Vallës, të cilës e kemi titulluar dhe e kemi vënë emrin Salla Panajot Kanaçi, profesorit të madh të koreografisë, e njeriu që frymëzoi këta artist për të bërë valltar të ekselencës, dhe sot ai besoj se i shikon si një ëngjël të gjithë nxënësit e tij, të cilët janë mirënjohës, dhe po kështu ata do të vazhdojnë me artin e tyre të koreografisë. Nga kjo sallë ne do të zhvendosemi në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, por një mbrëmje galat që jam i bindur që do të jetë një mbrëmje e parushme për gjithë. Në shenjë mirënjohje dhe vlerësimi për kontributin e tyre të çmuar ndër vite, artistët u nderuan me medalje mirënjohje për gjithçka kanë dhënë për artin dhe kulturën shqiptare. Jam shumë e lumtur, shumë emocionuar që mbas një 4-5 vitesh që jam larguar nga ansambli, sonde këndoj Ninullën Shkoj në zoj truma trum. Shpesh kur isha në ansambl këndoja materialet e librazhit, i sillja ato në një mënyrë tjetër, më artistikisht dhe më të ngritura në art. E ashtu kam sjellë edhe Ninullën sot Shkoj në zoj të truma trum, që është një perle e librazhit. Jam me shumë emocion, me shumë mal, plus që në atë takimin që u bë me drejtorin edhe me zëvendës ministra, na thanë që kjo ditë do të jetë dita e përhershme një koncerti brez pas brezi, edhe është një gjë e mirë. Të kesh shpresë që të këndosh gjithmonë është gjë më e bukur, se unë nuk rroj dot pa këngën. O vjen lumi, Jam rritur në këto korridore. Babai im ka qenë një nga themelusit e Filharmonisë së Shtetit dhe të ansamblit të këngëve dhe vallëve popullore. Kur them Enver Birko, besoj se megjithëse ka 35 vjet që është ndarë nga jeta, besoj që askush nuk e ka haruar atë rishkitjen e tij tek vallja Fest të Madhe ka sot Shqipëria, vallin Goraçe, apo të qenit solist në 200 valle, duke qenë valle karakteri, sikurse i ka përcaktuar dhe i madhi Panajot Kanaçi. Enver Birkos mund t'i besojë valle nga jugu në veri dhe t'i realizonte në mënyrë perfekte. Unë këtu kam shumë emocione, sepse sa herë që babi pothuajse çdo të shtunë për 30 vite me radhë i jepnin shfaqje, të shtunë, të diel, ne ishim në këto korridore dhe shpesh herë ishim te dhomat ku ata visheshin, zhvisheshin për shfaqje, dhe dua të tregoj këtu një emocion shumë të bukur që rastisa një herë në këto dhoma këtu. Në vitin 83 ansambli Këngëve dhe Valleve do të shkonte një turne për herë të parë në Gjermaninë Perëndimore, sepse nuk kishim marrëdhënie me Gjermaninë Perëndimore dhe do shkonin për herë të parë, dhe vjen një ekip i televizionit gjerman për të bërë një speciale për ta paralajmëruar që po vinë shqiptarët, Kiptarën Common e shkruajtën me të madhe, dhe kur e kishim pyetur përfaqësuesit kryesor, drejtuesit e institucionit që sa është mosha mesatare e artistëve, dhe mosha mesatare ishte 26 vjeç. Mirë po, duke qenë se babi ishte nga solistët kryesor, dhe ata e ndoqën me kamera deri tek dhoma ku ai do të trukohej për të dalë në skenë. Dhe në atë moment e hoqi parukën, sepse babai im ka mbajtur paruke kur kërcente, dhe wow, i thanë, po ne menduam si 26 vjeç për dinamizmin, por unë qellova tek dera. Edhe i tha babi, nuk ka problem, tha se jam rëndësi ka me çfarë moshe kërcej në skenë, dhe në çdo shfaqje ne kemi qenë në këto salla, sa herë që bënim prova, kam qenë te salla lart aty nga mbrapa ku ata ushtroheshin, kur mbaronin shfaqjet, në gjithë ato duar torkite dilim ne prisnim. Nuk di, jeta ime është rritur në këto korridore, që kështu sot ndjem shumë emocionuar, dhe dua të kujtoj këtu që i mat përpara se të ndahej, nuk e dinte që unë isha në shtëpi, dhe i tha mamit tim një gjë që nuk kishte ankuar asnjëherë se do ndahej nga jeta, ishte në ditët e fundit, dhe tha, kam nevojë për jetë. Kur e mori vesh që isha aty, se më rafi xhani nga dora, dhe tha jo, tha e kalova, nuk ishte e fjalë. Dhe gjithë në këto 35 vite më ka munduar shumë, që kam thënë si nuk mund ta ndihmoj babait tim t'i falë atë jetën që ai kërkoi, por unë jam Edlira Birko, babain e kam brenda vetes, dhe jam në këto korridore për t'i thënë babait tim, dhe aty ku është, të kam gjallë çdo ditë, të dhash në mos fizikisht, të dhash jetën
emocionale, sikur se ti e ke dashur kaq shumë të sken. Është shumë emocion bas kaq vitesh. Ne falenderojmë drejtorin, do thoni ju ngjerë duke e falenderuar, mbas 30 vitesh u kujtuan të vlerësojnë ikonat e artit shqiptar, të atij ansambli që akoma kërcehet, vallet e Panajot Kanaçit, vallet e Besim Zekti e të tjerë me radhë. Dhe jemi me shumë emocion që na kanë vlerësuar. Edhe sot vum emrin e sallës baletit ansamblit, e vum Panajot Kanaçi. Kënaqësi më e madhe s'ka ku të shkoj. Me thonë drejtën të shqip për ne këthejmi mas 30 vjetësh me emocionet veçanta. Dhe unë mbjedhe kënaqësia që vajza ish kolegu tonë Enver Birku që ka qenë të shkorofe në ansambël që na ka tërhequr. Na ka mësuar dhe na ka tërhequr me atë dinamikën e tij, me atë karakterin e tij, me të gjithë kështu. Që më po përjetojmë me emocione. Po një mesazh për gjithë të rinj që janë pjesë e ansamblit aktualisht. Janë vajzat e djemt të talentuar, ishë nxënësit e mi të shkollës, unë kam dhënë mësim ke shkolla baletit, janë të talentuar, mi po atë i thash dhe zonës ministër, merë futit me pak, vlerësoj, me rokë të futën. Asambli ka nevojë për 10 shiftet paktën, se ato janë shumë të reduktuar. Domethënë asambli siç ka qenë 80 e sa veta, atë është ka ngelur kokoshe një thel kur i thonë. Megjithatë, ata vinë, kanë dëshirë, janë të shumë të motivuar, domethënë që duan. Mi po duan dhe i qikë për kraje. Duhet i patjetër për kraje. Artistët janë domethënë të bukur edhe në shpirt edhe në pamje, sepse gjithmonë është diçka që ka bëj me artin, me kulturën, me dashurinë, me mirësinë, me bujarinë, me gjithë traditat që kemi ne dhe kjo po ta përcjellësh, duhet ta shijosh të jetosh që ta nxjerrësh bukur. Prandaj quhen dhe artist. Unë sot shikoj dhe tek salla e baletit pash, trupa e re që është, janë aq të perfekt. Edhe ne nuk kemi qenë kaq dimension pra perfekt, pra shumë afër njëri tjetrit që nga gjatësia, nga gjerësia, pra nga shëndeti e tjera, breza sa vinë përmirësohen. Por ne është një emocion i dyfisht, sepse neve na rikthen në misionin ton për të përcjell artin brenda dhe jashtë vendit, por ajo që është më e rëndësishme, ndihemi të mëdhenj sepse ne kemi jetuar me të mëdhenj, me figurat, me titullarët e këngës, të vallës, të artit, të skenës, pra të gjitha llojet e arteve. Dhe prandaj ky është edhe dinjitet joni, pra që ta jetojmë përsëri këtë dinjitet, por ajo që ka më shumë rëndësi është që i përcjellim edhe koreografët, edhe drejtuesit e teatrit opera sot kanë bërë një kaos që nuk është bërë asnjëherë. Pra po ringjallin dëshirën dhe dashurinë për brezat, që brezat të duan artin, kulturën edhe traditën tonë. Kjo ka më shumë rëndësi se sa dinjiteti ynë personal. Besim Zekti, Gzim Kaceli, që ka qenë profesori im i parë, do ngelen të paharueshëm. Ato janë një aset për jo vetëm mua, por gjithë kombin shqiptar. Ishte një emocion një jashtëzakonshëm për gjithë plejadën e artistëve të vjetër. Kjo ishte një ëndër e imja dhe koleges me Sabajta Vishnje që të realizoheshe. Kaq vite nuk po realizoheshe, nuk se funti. Drejtori i ri teatrit të Opera Baletit dhe Sokol Marsi, drejtori Auloni dhe Sokol Marsi e bën realitet. Kështu që thot populli më mirë vonë se sa kur që të thrasësh këtu të plejad, ku muret dhe skena këtu ku mbojnë nga këmbët e tyre e ku mbojnë nga zërat e këtyre artistëve të vjetër, që nuk shuhen kur, është një gjë e jashtëzakonshme dhe domosdoshme, sepse ne duhet të trashëgojmë brezave që ky ansambël nuk u bë tashi. Ky ansambël e ka vënë këtë emër gjigant gur themeli dhe u bë gjithaj ansambël që ku kemi tundur gjithë skenat e botës. E së mos Dijoni, që ka qenë Dijoni, ku mor Gjerdanin e artë. Nga gjitha trupat e botës, Shqipëria mori Gjerdanin e artë.
teatrin e operës si mi qem të reja u plakëm. Këto janë artistët më të mirë që mbyllën karrierën shkëlqyshëm. Dhe këto të ri që kanë ardhur janë të shkëlqyshëm. Brezi i Arshëm është duke ardhur duke u bërë më i formuar. Kanë lënë gjurmë artistat e vjetër në këtë teatrin e operës. Dhe u bë shumë mirë që i kanë ftuar dhe po kërcejnë në këtë koncert të bukur. Personalisht kam marrë sepse nëna ime këndon sot, sepse ka qenë pjesë e ansamblit, kështu që jam shumë e lumtur. Ky nuk ishte vetëm një koncert folklorik, ishte një festë e identitetit ton kombëtar, një rikthim tek rrënjët, emocionet dhe kujtesa kolektive e artit shqiptar. Për 2 net radhazi, ku Gjerdani i art shkëlqeu sërish në skenën e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, si simboli një trashëgimie që vazhdon të jetojë dhe të përcillet brez pas brezi.